Bashkia Lezhë ka nisur aksionin për prishjen e objekteve pas katedrales, ku do të ndërtohet qendra e moshës së tretë, ndërkohë që familjarët po kundërshtojnë këtë ndërhyrje pasi nuk kanë ku të strehohen. Bashkia e Lezhës ka nisur këtë të njëjtë ndërhyrjen për shëmbjen e disa objekteve në zonën pas katedrales, ku parashikohet ndërtimi një qendre për moshën e tretë. Në këto ambiente, prej më shumë se 34 vitesh, strehoheshin 12 familje, të cilat kanë kundërshtuar prishjen e banesave. Mes lotësh, banorët thonë se shumë prej tyre janë të sëmurë dhe se nuk kanë marrë asnjë ndihmë. Tash 34 vjet këtu, edhe me lloj smunjesh, tash vin qeveria pa na lëmru pasi se me na ardh, me na nxjerr prej shtëpijet, ku do shkojmë ne? Ne si jemi as kena lek, as kena për kraj, as kemi as i lloj tarë me skena. Jena tan smun, jena invalida këtu, ku do marrim ne mbështetje, ku? 2 muaj që më kam të gruja, se ka ardhur policia me japru letrën, grus, në të dera, i hyni sankcionit ta, se ka kemë me diabet vazhdueshëm. Me diabet vazhdueshëm në zemrë, ka kemë gruja eme. E më hiku gruja për këtyne. Unë në urgjencë spital, më disë në ambulancë. Sipas tyre, bonusi qira si vënë në dispozicion nga autoritetet është i pamjaftueshëm për të përballuar kostot e strehimit, duke rrezikuar që të mbeten pa një zgjidhje të qëndrueshme banimi. Sjep bashkia, një sa don bashkia, një sa don privati me dhe pallatin, nuk i ka bashkia me lek me pagu. Me na pagu ne, nuk ka bashkia lek. Sa ban shtëpia private. Qiroj më shumë, po bërë më shumë qiroj. Po djerth në ato shtëpia. Nuk i lejmë, nuk i lejmë. Punë, më gjithë stresi. Si janë problemi? Problemi është me na dhanë shtëpi shteti. Problemi, pallat shteti, problemi. I kjo është, me na dhanë shtëpi. Ndërkohë nga Bashkia e Lezhës as nuk kanë dënjuar t'u japin familjarëve një zgjidhje afatgjatë për këtë problematik.